Kërkohet deri në 35 vjet burg për Liridon Rexhepin, i cili menaxhonte rrjetin financiar të Mossadit në Turqi. Një padi që kërkon deri në 35 vjet burgim u ngrit kundër të pandehurit shtetas kosovar Liridon Rexhepi, për të cilin ishte përcaktuar se po menaxhonte rrjetin financiar të Mossadit në Turqi, raporton Anadolu Agency. Sipas aktakuzës së përgatitur nga zyra hetime të krimeve terroriste të kryeprokurorisë publike të Stambollit, u rikujtua se Rexhepi hyri në Turqi nëpërmjet aeroportit të Antalyas me 24 gusht 2024. Në akt akuzë theksohet se Rexhepi vepronte si arka e shërbimit të inteligjencës izraelite, ndërsa thuhet se i pandehuri ka realizuar transfere parash me individ vendas dhe të huaj që ishin të përcaktuar se punonin për Mossadin dhe të cilët po ndiqeshin nga zyra e kryeprokurorit publik për krimin e spionazhit dhe se këto transfere ishin bërë me qëllim të marrjes së informacionit të inteligjencës. Akt akuza theksoi se Rexhepi në bashkëpunim me Mossadin u përfshi në aktivitete spionazhi duke përdorur dronë që bënin fotografi dhe video të zonave ku jetonin disa shtetas palestinez që jetonin në Stamboll. Mëtej, në akt akuzë thuhet se pas incizimeve në fjalë të pandehurit Bostep janë transferuar para nga persona me emrin Ardit Jusufi dhe Festim Jusufi në emër të pandehurit Liridon Rexhepi dhe ishte regjistruar se Bostep ka kryer krimin e spionazhit duke vepruar së bashku me Rexhepin dhe një person të paidentifikuar me emrin Abdullah. I pandehuri tutje, deklaratat të cilët u përfshin në akt akuzë tha se ishte i përfshirë profesionalisht në xhirimin e videove dhe fotografive me dron dhe se në vitin 2020 një person me emrin Abdullah e kontaktoi nga një linjë telefonike huaj dhe i kërkoi të xhironte pamje të një parcele toke. Bostep tregoi se e pranoi kërkesën sepse fitonte para përmes injizimeve, se më vonë kishte rënë dakord me këtë person për injizimin disa herë të tjera, se tarifa për të cilën kishin rënë dakord ishte dërguar nga persona të ndryshëm nëpërmjet Western Union dhe se nuk i dëshonte këta persona sepse mendonte se po punonin me Abdullahun. Akt akuza kërkonte që të pandehurit Liridon Rexhepi dhe Yildiz Bostep të dënoheshin nga 18 vjet e 9 muaj deri në 35 vjet burg për spionazh të një pasnjëshëm politik ose ushtarak. Gjykimi i të pandehurve do të fillojë në ditët në vijim brenda fushveprimit të akt akuzës së pranuar nga Gjykata e Lartë Penale.